Mirë se erdhët sërish në studio të nderuar teleshikues me programin Mirëmëngjes Shqipëri pas edicionit të lajmeve të orës 8 të mëngjesit. Do të flasim në minutat në vazhdim për një çështje ndërkombëtare e cila ka tërhequr vëmendjen e të gjitha mediave ndërkombëtare, diplomatëve dhe atyre që merren me politikë, për shkak se presidenti amerikan Donald Trump ka propozuar një plan për të dhënë fund luftës në lindje të kufive të Europës, luftës gati 4 vjeçare mes Ukrainës dhe Rusisë. Por plani i propozuar prej tij ka ngjallur reagime. Gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters citonte zyrtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës që kërkojnë Ukraina të investohet më shumë për të arritur paqen në lindjet të kufive të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, BBC njoftonte pak më herët se ka patur përparime pas kundërshtimeve dhe reagimeve që dolën gjatë ditës së dieshme nga zyrtarë të ndryshëm që përfaqësojnë vende të ndryshme, qoftë në Bashkimin Evropian apo dhe vetë qoftë drejtues të Ukrainës rreth këtij plani të propozuar nga presidenti Trump. BBC thoshte se zyrtarët e dyja vendeve duket se kanë përparuar nga qëndrimet e mëhershme dhe reagimet që u zhvilluan një ditë më parë dhe u regjistruan në mediat ndërkombëtare. Do ta bëjmë bisedën e shkurtër në minutat në vazhdim me Geron Kamberin, që e kam kënaqësinë ta kem në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Përfaqësuesi i Qendrës për Studime të Qeverisjes dhe të Demokracisë dhe gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë na bashkohet eksperti i njohur i çështjeve rajonale, zoti Xhavit Shala. Mirëmëngjes, zoti Shala, mirë se erdhët sot në Radio Televizionin Shqiptar. Faleminderit, është kënaqësi të jem në valët e televizionit tuaj. Edhe për ne është kënaqësi të marrim mendimin e vyrë të ekspertëve çdo herë që diskutohet për çështje kaq të mëdha botërore, për të cilat sigurisht ka pasoja dhe ndikime edhe në jetën e Ballkanit dhe sidomos edhe të Shqipërisë dhe Kosovës. E nisim bashkë zoti Kamberi. Çfarë është ky plan i propozuar nga presidenti Donald Trump dhe pse ngjalli kaq shumë reagime gjatë ditës djeshme? Plani i propozuar nga presidenti Trump ose nga administrata amerikane më saktë është një plan me 28 pika, i cili të paktën sipas burimeve zyrtare që janë përshfaqur deri tani, ka dalë nga disa takime të organizuara nëpërmjet zyrtarëve amerikanë, kryesisht të dërguarit posaçëm të presidentit Trump për Ukrainën Steven Witkoff dhe të dërguarit posaçëm të presidentit rus Kirill Dmitriev. Dhe e veçanta e këtij plani, ose më saktë specifike e këtij plani është që ishte një plan jashtëzakonisht i detajuar, të paktën në versionin e tij fillestar, që është propozuar për 28 pikas që përfshin disa elementë, duke filluar që nga mënyra se si do të jetë ushtria ukrainase në të ardhmen, çfarë statusi do të kenë kufit aktual të Ukrainës, veçanërisht zonat të cilat janë pjesë e konfliktit, duke përfshirë në mënyrë të veçantë zonën e Ukrainës lindore, ku janë zonat Donbasit, Donetskut, Luhanskut, Zaporizhjat, Khersonit dhe ku është përqendruar pjesa më e madhe e luftimeve, të paktën që nga 24 shkurti i vitit 2022 dhe nga ana tjetër marrëveshja parashikon dhe mënyrën se si do të realizohet rindërtimi i Ukrainës, i cili përhir vërtetës paktën nga vlerësimet aktuale mendohet që ka nevojë për një fond për rreth 300-400 miliard dollarësh, pra është një fond i konsiderueshëm dhe rindërtimi shikohet edhe si pjesë e një lloj plani biznesi deri diku për kompanitë amerikane apo europiane që do të marrin pjesë në këtë proces rindërtimi. Por të gjitha këto janë parashikime që i përkasin kohës së ardhmen, nëse të flishim me termat e kohës foljeve. Jemi në kohën e tashme dhe në momentin që ne po flasim nuk ka ndodhur asgjë. Dhe ajo çfarë është më e veçanta është që ky plan ka ndeshur reagime kundërshtuese nga vetë presidenti Ukrainës dhe Ukraina, i cili tha që me këtë plan ne mund të humbasim një aleant edhe dinjitetin e Ukrainës. Pra ishte në mënyrë diplomatike një kundërshtim i hapur i tij. U pasua me deklaratën e presidentit Trump, që i konsideroi drejtues të Ukrainës mos mirënjohës, por më lejo të citoj pak edhe çfarë tha zonja Ursula von der Leyen gjatë ditës djeshme, që në një farë kuptimi reflekton një paqartësi qëndrimesh nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Von der Leyen thotë se Ukraina duhet të ketë lirinë dhe të drejtën sovrane për të zgjedhur fatin e saj. Ajo ka zgjedhur një të ardhme europiane, kjo fillon me rindërtimin e vendit, integrimin në tregun ton të vetëm dhe bazën ton industriale të mbrojtjes dhe në fund me pranimin e saj në Bashkimin Evropian, thotë presidenti e Komisionit Evropian. Megjithatë, Marco Rubio dhe përfaqësues të tjerë të BE-s dje në Gjenevë nuk është se dorën dhe konkluduan me qëndrime përfundimtare rreth kësaj çështje. Dallimi midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian është mos i dukshëm paktën që prej ardhjes së administratës së re amerikane në Shtëpinë e Bardhë, pra që nga 20 janari këtij viti që u pasua me takimin tashmë të famshëm të 28 shkurtit të vitit 2025 të presidentit Trump dhe presidentit Ukrainës
Zelenski, i cili për hir të vërtetës tregoi ndarjen e thellë që ka midis mënyrës se si e sheh administrata aktuale amerikane konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës dhe siç e sheh Bashkimi Evropian. Për hir të vërtetës, ky dallim i madh midis dy aktorëve kryesor në politikën ndërkombëtare, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe Bashkimi Evropian, qoftë ta marrim atë si një aktor mjaft të rëndësishëm, duke pas parasysh, siç e thatë, që konflikti zhvillohet në kufit lëndor të Bashkimit Evropian, e vështirëson dukshëm arritjen e një marrëveshje përfundimtare paqe. Për të rikthyer deklaratave të djeshme të Bashkimit Evropian, të cilat në një farë mase me mënyrën se si ishin hartuar, e bënin të gjithë, më thuj se më shumë se 90% të planit që ishte propozuar nga negociatët që kishin dalë midis Shtetet Bashkuara të Amerikës, e bënin të pavlefshëm, pothuaj se e rrëzonin të gjithin. Dhe duket sikur ka një rikthim në pikën e nisjes. Pozicioni sanduiç që ka Ukraina këtu është i vështirë. Do ta shikojmë, po, sigurisht, është një pozicion i vështirë i Ukrainës, u duk që në këtë takim që ti risollën vëmendjen në 28 shkurt të këtij viti të Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa fliste me presidentin Trump dhe administratën e tij. Zoti Shala, çfarë ndikimi do të ketë një plan i tillë nëse arrihet paqe ose jo për rajonin tonë të Ballkanit dhe për Shqipërinë? Falni, paraprakisht desha të them një konsiderat përgjithshme për këtë plan. Është një plan i cili është formuluar nga dy biznesmen, nga Steve Witkoff dhe homologu i tij, këshilltari i afërt i Dmitriev, këshilltari i afërt i Putinit. Pra janë dy biznesmen të cilët kanë formuluar një plan që ka të bëjë me zhvillimet kryesore apo me dhënien në fund të luftës më të madhe të shekullit 21 në qendër të Europës, domethënë. Nëse do ta shohim këtë në raport me ligjin, me rendin botror dhe me ligjin ndërkombëtar, ky bie ndesh si plan në total, pasi justifikon justifikon pushtimin e territorëve nga një shtet që përdor forcën. Një nga parimet kryesore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në themelët e së cilit është ky sistem sigurie kolektive sot pas luftës dytë botërore, thuhet ndalimi i përdorimit të forcës, i kërcënimit për përdorimin e forcës ose i përfitimeve nga përdorimi i forcës. Pra është taksative një nga parimet kryesore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke justifikuar përfitimin nga përdorimi i forcës. Ky plan në farë mënyrë justifikon që territoret e kushtuara me forcë nga Rusia të mbeten Rusisë. Pra në farë mënyrë ky plan i jep një të qartë të madhe rendit botëror. Kjo është aspektin e rendit dhe sigurisë botërore, por nëse kalojmë në rrafshin e geopolitikës, e real politikës më saktë, pra ku vendos më i forti, është një plan që mendohet që mund të japi zgjidhje krizës në Ukrainë. Është një plan që ka marrë në konsiderat, sipas edhe disa kongresmenëve republikanë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ka marrë në konsiderat një pjesë të konsiderueshme të pretendimeve ruse, saqë duket sikur është i hartuar nga Rusia. Bile këtë e pranoi vetë presidenti Putin, i cili tha është një variant i moderuar i asaj që unë kam kërkuar në takim me Trumpin në takimin e Alaskës. Pra në farë mënyrë, po kuptohet që plani është një dukshëm i anshëm në favor të kërkesave të Rusisë. Gjithsesi, presidenti Trump ka patur një reagim dje, duket nga tusnia brenda dhe jashtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, brenda nga rradhët e partisë tij, pra nga kongresmenët dhe jashtë Shteteve të Bashkuara nga pothuajse gjithë liderët e Bashkimit Evropian, dhe e quajti një plan që është në diskutim. Dhe në fakt takimet që përmendi edhe Groni në studio, takimet kanë qenë shumë rezultative, sidomos takimi i sekretarit shtetit me kryetarin e delegacionit Ukrainës dhe deklarata që dha sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ky është ne po shkojmë drejt unifikimit të pika, do të duket shumë sepse Rusia ra dakord për pranimin e këtij plani, ashtu siç ishte. Tashmë me këto ndryshime do vijë dakord Rusia, pra sepse mund të rikthehemi përsëri në pikën e fillimit. Ky plan lidhet me pyetjen që ju bëhet, çfarë ndikimi ka në rajon, është e rëndësishme. Rajon në Ballkan është e rëndësishme për ne, se ndërsa konsumojmë lajmet ndërkombëtare dhe shohim këto tryezat mëdha diplomatike, duhet të dimë çfarë na prek ne. Shiko, është shumë e rëndësishme që zbatimi i këtij plani apo ky plan të jetë sa më afër ligjit dhe rendit botëror sot, sepse nëse do të justifikohet plotësisht dhe juridikisht
Pra kur them juridikisht kam parasysh sepse në ato territore janë faktike që janë marrë nga Rusia, por nëse do të pranohet që këto edhe juridikisht kalojnë në përbërjet e shtetit të Rusisë, pra me njohje ndërkombëtare dhe me njohje nga Ukraina, atëherë kjo do t'i hap kutinë e Pandorës për shumë lider autoritarë të cilët kanë pretendime apo për të qëndruar në pushtet kanë pretendime për territore të tjera. Këtu mund të përmendim fare mirë presidentin e Serbisë Vučić, i cili dhe vetë Serbinë të cilët e kanë në kushtetutën e tyre dhe nuk kanë pranuar ta heqin nga kushtetuta e tyre pretendimet që ata kanë për Kosovën. Pra një oksigjen, nëse do të legjitimohen juridikisht territoret e kushtetuara, është një oksigjen për gjithë liderët autoritarë kudo në botë. E kuptoj. Dhe në fakt, BBC ka publikuar gjatë ditës sot në një artikull të saj vetëm pak minuta më herët, disa pjesë nga çfarë përmban plani i propozuar nga administrata amerikane, kur një e përmendi Geroni pak më herët çfarë bëhet fjalë për zonat e pushtuara në kufirin lindor të Ukrainës, ndërkohë drafti propozon që Ukraina të mos kërkojë më anëtarësimin e saj në NATO dhe reduktimin e forcës së saj ushtarake nga 880.000 në rreth 600.000. Dokumenti gjithashtu pretendon që Rusia do t'i kthehet bashkëpunimeve të saj ekonomike dhe rënies së sanksioneve të vendosura gjatë 4 viteve të fundit për shkak të konfliktit në Ukrainë. Përmendë pak më herët Ukraina ndodhet në një pozicion të vështirë, pozicion sandwich, theti. Nuk di ku t'ja prish, ku t'ja ndrejsh. Pikërisht, dhe kjo e bën të vështirë edhe vendimarrjen e autoriteteve ukrainase, veçanërisht presidenti Zelenski, i cili për izës vërtetës ka kohë që është në nxjarrin dhe breshërinë e kritikave, pa folur pastaj edhe rastin e fundit korrupsionit që u përshfaq nga zyrtarë të tij të lartë, të cilat e rëndojnë më shumë edhe imazhin e vetë Ukrainës përballë këtij konflikti dhe ulin pozicionin negociues në tavolinat e diplomacisë ndërkombëtare. Ajo çfarë doja të theksoja është dhe fakti që ky konflikt që ne po flasim sot është një konflikt që ka rrënjët në historinë paktën 10 vjeçare të këtij konflikti, që në momentin kur në 18 mars të vitit 2014 Rusia mbas revolucionit Euromaidan, pra revolucionit që rrëzoi presidentin prorus Janukovic në Ukrainë, falë revoltave që u bën, Rusia vuri në zbatim atë ligjin e 3 Newtonit që çdo reagim ka kundër reagim. Pra në përgjigje të rrëzimit të Janukovicit, ajo vendosi që të përdorë të gjithë kapacitetin, pra të gjithë popullsinë rusishfolse që ka një numër të konsiderueshëm në territorin e Ukrainës, kush ka parasysh përbërjen e Ukrainës si shtet, dhe si rrjedhoi ne patëm shkëputjen e Krimes dhe njohjen, dhe tashmë Krimea është pjesë e Federatës Ruse dhe si thosh aty filloi edhe i gjithë cikli që përmendi dhe Sodishala, pra rrëzimi gradualisht i rendit ndërkombëtar, se pavarësisht reagimeve që pati, Krimea tashmë është pjesë e Federatës Ruse, u legjitimua nëpërmjet një referendumi edhe aspekte të tjera. Ndërsa konflikti që filloi në rajonin e Donbasit dhe si rrjedhoi pat 2 republika, Republika Autonome e Donetsku dhe Luhansku, të cilat u njoftën edhe zyrtarisht nga Rusia, nga Siria në atë kohë dhe Korea Veriut, pra si thosh u legjitimua fakti që ajo pjesë e territorit të Ukrainës nuk kishte dëshirë të ishte pjesë shtetit të Ukrainës. Kjo pastaj në kaq vite i dha mundësi Rusisë, po edhe Komiteti Ndërkombëtar përpiqesh gjente një zgjidhje me ato që quhen marrëveshjet e Minskut, por rezultati 24 shkurtit 2022 tregoi që në 8 vjet kjo krizë u poq në atë nivel sa justifikoi edhe ndërhyrjen e Rusisë që ajo i emërtoi si operacioni special ushtarak. Pra nuk bëhet fjalë për një rrethan që ndodhi sot. Pra unë them që duhet rikthehemi her pas here në histori për të kuptuar që diplomacia ndërkombëtare që shpesh vjen vërdall, do më pëlqente më shumë ky epitet, ose kjo folje, që vjen vërdall nëpër tavolina, duket sikur nuk do të shoh elefantin që është në dhomë. E kupton, do të fitoj kohë, mbase, duke shtyrë. Thjesht nuk do të shohë një problem që nuk është tani. Nuk është nga 24 shkurt, jo, absolutisht. Nuk u krijua tani, por është krijuar me kohë. Zoti Shala, nëse do të ketë një marrëveshje paqeje sipas planit të propozuar nga administrata amerikane për Ukrainën për të dhënë fund konfliktit me Rusinë, a do të jepte fund njëkohësisht një gjë e tillë edhe mos dakordësisë së vendeve europiane në raport me këtë plan, e para dhe e dyta garës armatimit që ka përfshirë Europën?
mbrëm është publikuar një variant europian apo një kundër plan, domethënë nga europianët, ekspertët europian me mbështetjen e leadershipit tyre politik kanë marrë planin 28 pikësh dhe kanë përpunuar pothuajse në çdo pikë. Kanë dhënë opinionet e tyre dhe është paraqitur një plan i Bashkimit Evropian. Këtë europian, këtë do ta theksojmë domethënë. Dhe është shumë e rëndësishme po ta shohësh në raport në raport me planin 28 pikësh, edhe ky plan që edhe ky me sa duket ka pothuajse aq numër pikësh, aq çështje të trajtuara. Në këtë plan interesante është se në mënyrë indirekte, pra edhe plani evropian në mënyrë indirekte pranon shkëmbimin e territoreve. Kur them pranon shkëmbimin e territoreve, pranon shkëmbimin e territoreve ukrainase, sepse territoret të dy palët, edhe territori që do jap Ukraina dhe ajo që mund t'i marrë Rusis nga zona e Zaporizhjes dhe rrethit tjetër afër, janë po territore ukrainase. Pra, edhe plani evropian në një farë mënyre është dakordsuar me shkëmbimin e territoreve. Aty ka disa europianët kanë ngulur në ndryshim nga plani i presidentit Trump kanë ngulur shumë këmbë tek garancitë e sigurisë. Dhe këto garancitë e sigurisë parashkojnë në radhë parë një traktat, po e themi mosulmini midis Europës, Ukrainës dhe Rusisë. Pra kjo është shumë e rëndësishme, nga ana tjetër ata planifikojnë një ushtri ukrainase prej 800.000 pjesëtarësh ushtarësh për një periudhë paqe. Pra, duke mos thënë se çfarë do ndodhë në periudhë lufte. Pra, janë disa pika që janë bërë pikat mbi dhe unë besoj shumë që ky plan me planin e presidentit Trump do gërshëtohet për dalë një plan të pranueshëm nga të gjitha palët. Por ajo që më duk interesante ishte që edhe plani evropian në një farë mënyre e ka pranuar shkëmbimin e territorit, në një farë mënyre e ka pranuar që de facto këto territore janë të Rusisë, pra, territoret e kushtuara. E kuptoj. Kështu që aleatët e mdhenj se jam në limitet e kohës së parashikuar për këtë rubrik. Aleatët e mdhenj me sa duket shëbahet Bashkimi Evropian nuk është se janë shumë larg qëndrimeve të themi përfundimtare, por sigurisht do të pritet gjatë ditës sotme me interes të shohim pak edhe si do të gjetë gjua e përbashkët me Ukrainën, zgjedhja që do të bëjë Ukraina në këtë rast. Patjetër, ata nuk është se janë shumë larg dhe kundërshtimi nga brenda në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nga kongresmen dhe nga opinioni amerikan, dhe kundërshtimi nga herë do ta bëjë presidenti Trump që ta rishikojë pak planin e tij dhe po pastaj problemi do ngelet nëse këtë plan do ta pranojnë apo jo rusët. Kështu që duhet hecur pak me një entuziazëm të matur, domethënë, në drejtim të paqes. E kuptoj. Zoti Shale, falenderoj shumë që ishit sot me Radio Televizionin Shqiptar për opinionet që datë. Geron, falenderit shumë për këto minuta që i kushtuat Radio Televizionin Shqiptar dhe programit të mëngjesit, për të kuptuar pak më shumë rreth dinamikës që po e rrethon diskutimet që po bëhen në Gjenevë dhe çfarë do të ndodhë më pas me planin e propozuar nga administrata amerikane dhe ajo që tha zoti Shala me planin e propozuar nga Bashkimi Evropian për t'i dhënë fund të konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë. Ecim më tej me programin Mirëmëngjes Shqipëri.